أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje i adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, vëllezër dhe motra, vazhdojmë me trajtimin e serisë së zgjimit të zemrave, respektivisht javën e kaluar apo dersin e kaluar kemi folur për dorëzimin e zemrës tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe me njërë pasaj normalisht që është e nevojshme që të flasim për frytin më të rëndësishëm të devotshmërisë dhe njëherët edhe për nevojën më të madhe në jetën tona, e që është pendimi. Duke qenë se njeriu është krijesë gabimtare dhe harrestare, nevoja për pendim është e përhershme. Por është një keqkuptim shumë i madh në raport me pendimin. Shpeshherë ne mendojmë që pendimi ka të bëjë me atë ndjesinë e fajit që mund ta përjetojë dikush më njëherë pas përfundimit të mëkatit. Realisht, pendimi nuk është thjesht përfundimi i mëkatit, por është kthimi i drejtimit drejt Zotit subhanahu wa taala. Pra kur ne gabojmë, e që është krejtësisht normale të gabojmë, ajo që duhet përjetojë besimtari në momentin që pendohet është kthimi që duhet ta shprehë edhe duhet ta orientojë veten e tij drejt Allahut të Madhërisëm. Pra teubeja njëherët është edhe kthim. Rënja e fjalës teube e ka fjalën e kthimit apo kuptimin e kthimit. Nuk është thjesht një ndryshim gjendje momentale apo një lot momental apo një ndjesi faj në çast, por është kthimi dhe ndryshimi i komplet rrjedhës së gabimtarit në drejtim të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Vetë fakti që Allahu po ju drejtohet besimtarëve të tij dhe nuk po ju drejtohet gabimtarëve apo mëkatarëve, kjo tregon që pendimi është pjesë e pandashme e jetës sonë. Pra besimtari ndër tjerash duhet të karakterizohet edhe me vlerën e pendimit. Përkundër faktit që ai mund t'i përmbush të gjitha përgjegjësitë e kërkuara nga ana e Allahut prej nesh. Pra mund të jetë prej namazfalësve, mund të jetë prej agjëruesve, mund të jetë prej zakatdhënësve, prej vizitorëve të haxhit, mund të jetë prej besimtarëve që vazhdimisht bëjnë edhe vepra vullnetare. Megjithatë, ai ka nevojë për pendim. Prandaj Allahu nuk lë hapësirë që dikush të mendojë për besimtarëve të tij, madje as edhe dietarët, që janë referencat kryesore të dijes islame, që të mendojnë se nuk kanë nevojë për pendim. Në një ajet tjetër thot Allahu: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Të gjithë pas një përjashtim, pendohuni tek Allahu, o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Pra, ky përgjithësim në thirrje tregon që çdo zemër, qoftë edhe besimtare, ka nevojë për pendim. Pikërisht për shkak të natyrës gabimtare dhe harrestare që ne i kemi. Dhe për aq sa gabojmë, ne duhet që t'i kompenzojmë gabimet tona, duhet që t'i asgjësojmë pasojat që ne ja kemi shkaktuar vetes me mëkate eventuale, pikërisht përmes pendimit. Pra pendimi në një farforme është kompenzim i gjitha gabimeve dhe shkarjeve eventuale që ne i bëjmë gjatë jetës tonë. Dhe qartazi shihet nga ky ajet që pendimi nuk është çfarëdo virtyti, nuk është çfarëdo vepre, por realisht përmes pendimit garantohet edhe shpëtimi. Pra për aq sa pendohemi, për aq ja garantojmë vetes shpëtimin, apo në një farforme ja sigurojmë atë nga jeta e kësaj bote. Sepse Allahu po thot: "Pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni." Pra, shkak kryesor i shpëtimit është pikërisht pendimi, sepse nuk ka vlerë më të madhe, nuk ka vlerë më të lartë se sa pendimi. Pendimi nuk është çfarëdo veprimi. Pendimi paraqitet është veprimi i zemrës, është veprimi i brendshëm. Pendimi e pasqyron në mënyrën më të mirë të mundshme realitetin tonë të brendshëm. Pendimi tregon edhe pjekurinë tonë, edhe shpirtërore edhe mendore. Tregon edhe për atë se sa e kemi kuptuar qëllimin e jetës. Tregon edhe për atë se sa e rëndësishme është për ne takimi me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj besimtari i devotshëm shquhet me përsëritje dhe me shpeshtim të pendimit.
Dhe kjo ka qenë edhe praktike Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, i cili minimalisht 70 herë në ditë ka kërkuar falje dhe ka kërkuar që Allahu t'ia pranojë pendimin e tij. E kush ka qenë ai alayhi salatu wassalam? Pra njeriu që është garantuar me xhenet nga jeta e kësaj bote, i mbrojtur nga mëkatet, edhe çdo herë ka folur me shpallje nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Që do të thotë, çështja e pendimit është çështje devocionale, është çështje primare në Islam. Dhe njerit edhe tregon për ndërtimin dhe formimin tonë si besimtar të Allahut fuqiplot. Pastaj duhet të bëhet dallim mes keqardhjes dhe pendimit. Keqardhja është ajo ndjesia e fajit në moment. Pra kur dikush gabon, por këtë keqardhje kryesisht e ndjen për shkak të pasojave personale që mund t'i përjetojë apo i kupton në momentin që e kupton gabimin. Por pendimi është krejtësisht diçka tjetër. Për shembull, nëse dikush e humb rrugën, është nis për rrugë, edhe e kupton që ka shkuar në drejtim të gabuar. Po supozojmë 1 orë pa ndërprej ka ecë në drejtim të gabuar. Momentin që e kupton pas 1 ore, ai që ndjen keqardhje, për dallim për atij që pendohet, ai i thot i humba 1 orë kot. Por ai që realisht pendohet për këtë gabim, ai i thot unë u largova nga caku final, nga destinacioni për 1 orë. Ky ka dallim të madh. Kështu është edhe me besimtarin. Besimtari kur gabon, besimtari kur mëkaton, nuk e ndërlidh pasojën vetëm me aspektin personal. Pra, ai nuk e sheh thjesht si një gabim që mund t'i shkaktojë pasoja personale. Po supozojmë dikush po e bën një imoralitet. Ai në moment e ndjen atë keqardhjen e çndërimit të vetvetes. Por besimtari që pendohet sinqerisht, shikon përtej kësaj, pra nuk e ndjen thjesht si një pasojë personale të shndërimit të vetvetes, por e sheh se ka krijuar mes tij dhe Allahut largësi. Dhe kjo është shenja direkte që tregon se një besimtar është penduar sinqerisht. Pra, nuk e trajton çështjen nga pasojat personale, po e trajton nga largësia që krijon mes tij dhe mes Allahut pikërisht përmes gabimeve dhe mëkateve që ai i vepron. Pastaj, pendimi është ndryshim drejtimi. Pendimi nuk është thjesht një keqardhje momentale, por pendimi kërkon ndryshim të rrënjësishëm të veprimeve tona, të orientimit tonë, drejtimit tonë. Pra nëse dikush deri më sot e ka pasur orientimin e luhatshëm, ka pasur vepra të mira, por krahas vepra të mira ka pasur edhe gabime të mëdha, ka pasur mëkate të mëdha. Ky person në momentin që e kupton gabimin dhe e përmirëson atë, pendohet sinqerisht, ai merr kahje krejtësisht tjetër. Ai ndryshon drejtim, ndryshon destinacion dhe adresë, sepse për të është shumë e rëndësishme me e kuptu pasojën e humbjes së Allahut subhanahu wa taala apo të raportit mes tij dhe mes Zotit të gjithësisë. Allahu nuk kërkon për nesh një të kaluar të përsosur, pra ku Allahu kërkon për nesh që të pendohemi, ai kthimin nuk e ka bë vetëm për ata që janë të pagabushëm, kuptimin që janë të kujdesshëm, por pendimi është për gjithë, edhe mirësia e pendimit është vlerë për gjithë, dhe sa më shumë që e pasurojmë veten tonë me pendim, aq më tepër ne ngritemi në devotshmëri. Prandaj Allahu nuk kërkon për nesh një të kaluar të përsosur që me ta pranu ty kthimin tek ai. Përkundrazi, sa më shumë që gabon robi, aq më tepër Allahu kërkon kthim tek ai, sepse Allahu dëshiron për robit tij që të mos e harroj atë, çdo herë ta ketë në mendin e tij, në shpirtin e tij, në vetdijen e tij Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu përmes pejgamberit alayhis salam na ka treguar që është natyrë e birit Ademit që të gaboj, por më i miri tek Allahu dhe më i dashuri është ai i cili pendohet. Dhe Allahu në Kur'an para së gjitha tregon që ai i do pendimtarët, ata që pendohen shpesh. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allahu i do ata që pendohen shumë, sepse ai që pendohet një herë ose rrallë herë quhet at-taib. Ai i penduari, ndërkësh ai që pendohet shumë në gjuhën arabe quhet at-tawwab. Prandaj Allahu thot: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina." Allahu i do ata që pendohen shumë. Pra, kush zakonisht pendohet shumë? Ai që gabon shumë. Sa më shumë që gabojmë, aq më tepër pendohemi. Megjithatë, Allahu e do shumë këtë rrugë, pikërisht për shkak të vlerës së pendimit, që thënë ndryshe është vlerë e kthimit tek Allahu. Pendimi është kthim tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu në ajetin e shpresës na tregon se sa shumë vlerë i ka dhënë pendimit dhe sa shumë
shpërblen pikërisht për pendimin e sinqert. Kur i thot pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam që ti drejtohet gjithë robërve të Allahut, pa ma parasysh sa janë besimtar apo jo besimtar. Thot Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaju robërve të mi, o robërit e Allahut. Pra Allahu po i thot Muhammed Mustafas, këto shprehjet e mia për cilja u njerëzve në përgjithësi, robëve të mi, gjithë besimtar jo besimtar. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O robërit e mi që e keni tepruar ndaj vetes tuaj me mëkate. Për kë është fjala? Për krye kriminalet e njerëzimit, për ata që vrasin, për ata që shënderojnë, për ata që vjedhin, për ata që mashtrojnë, për ata që inkriminojnë, pra çfarë do lloj mëkati, çfarë do lloj krimi që mund na vijë në mendje, Allah e përfshin pikërisht përmes këtij ajeti. Dhe çfarë pason pastaj? Thot la taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Është vetë Allahu ai i cili kur nuk e ka mbyll derën e pendimit për robërit e tij. Nëse nuk e ka mbyll për ata që janë krye kriminal të njerëzimit, për ata që kanë bërë krime të mëdha. Si është fjala me ata që janë të kujdesshëm, me ata që ruan jetën e tyre, me ata që janë vëmendshëm edhe në fjalë dhe në vepra. Mos flasim me ata që mundohen me i praktiku urdhrat e Allahut subhanahu wa taala me kujdesin më të lartë. Pra Allahu është kaq i mëshirshëm me ata që bëjnë krime, para mendojeni se sa i mëshirshëm është me ata që janë besimtarë të sinqertë dhe të devotshëm. Prandaj Allah thot inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allahu i fal gjitha mëkatet. Kush e ka mundësinë për me i fal mëkatet tona? Është Allahu subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim, sepse Allahu është falës dhe mëshirbërës. Pastaj pendimi i vërtet çon drejt veprës së drejtë. Kur robi pendohet sinqerisht, pra nuk është për atyre që thjesht ndjen keqardhje pas një gabimi eventual, por e ndryshon kohën, e ndryshon drejtimin, ai detyrimisht pastaj do të shkojë drejt veprave të mira. Pra nëse deri dje nuk e ka pasuruar shumë veprimtarinë e tij me vepra të mira, nga momenti që pendohet sinqerisht, ai është në kërkim të veprave të mira. Deri dje ka qenë ndoshta i pakujdesshëm në veprimin e veprave të mira, por tani i shtohet ajo intuita e kërkimit veprave të mira, edhe dëshira për mi shtua ato, në veçanti për mi kompenzu të këshijat me të mira. Kjo është një për shenjave që tregon që besimtari është penduar sinqerisht tek Allahu. Pra më njëherë pas pendimit, nëse e gjen veten që është duke u ngritur në devocion, është duke avancuar drejt veprave të mira, drejt praktikimit tyre, ai le ta kuptojë se pendimin e ka të sinqert dhe një herë edhe të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj një zemër që pendohet sinqerisht, ajo është në kërkim të fuqizimit të lidhjes së saj me krijuesin e saj. Dhe me njëherë bën pyetje se çfarë e kënaq Allahun më shumë ti pe veprave të mira. Dhe në momentin që e kupton që namazi është çështje bazike në këtë drejtim, dhe është vepra që Allahu do më shumë ti pas shahadetit, pas deklaratës islame, ai më njëherë mundohet që me përmirësu raportin e tij me Allah pikërisht përmes namazit. Nëse asgjë nuk e kënaq Allahun më tepër se sa namazi i cili realisht është komunikim me Allahun subhanahu wa taala. Komunikimi i përditshëm dhe i përnatshëm me fjalët e zgjedhura nga ana e Allahut, me lutjet e zbritura nga ana e Allahut, me formën dhe mënyrën e praktikuar nga ana e Rasulullahut alayhi salatu wasalam. Andaj Allahu në surën Al-Furqan kur tregon për ata që bëjnë gabime të mëdha, bën gabime të rënda, sikur se janë për shembull vrasja e njeriu padrejtisht. E ju e dini shumë mirë se vrasja është një prej krimeve të mëdha, aq sa të vrasësh një njeri për nga krimi është sikur se të vrasësh gjithë njerëzimin. Ose për shembull immoraliteti, zinaja, çndërimi i nderit të tjerëve. Është gjithashtu prej krimeve të mëdha. Megjithatë Allahu në fund e bën përjashtimin për ata që pendohen sinqerisht. Do thotë illa men taba wa amana wa amila amalan saliha. Thot përposa atij i cili pendohet, e ka filluar Allahu me pendim, sepse iniciativa e parë që duhet me ndërmarrë na drejt përmirësimit gjendjes tonë është pendimi i sinqert. Pa u hap zemra me pendim, s'ka mundësi robi me kalu në praktikim. Prandaj hapja e zemrës me pendim, ja mundson atij me njëherë me kalu në besim. Prandaj Allahu thot illa men tab, përposa atij që pendohet sinqerisht, wa aman, edhe beson tek Allahu drejtësisht, wa amila amalan saliha, edhe vepron vepër të mirë, sepse imani i deklaruar, imani i shqiptuar duhet dëshmuar. Dhe ajo dëshmohet përmes veprave të qelluara, përmes veprave
që janë në përputhje plot me fjalën e Allahut në Kur'an dhe me traditën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Çfarë ndodh me këta? Illa men taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Të këtillëve thot Allahu u ashndron të këqijat në të mira. Shikone bujarinë dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Jo vetëm që ta pranon pendimin Allahu kur pendohesh sinqerisht. Jo vetëm që të mbron për të këqijave, por edhe të këqijat e kaluara, që ti mund t'i kesh shtresuar, që mund t'jetë shumëta, mund t'jenë sa malet e kodrat, e sa thellësia e oqeaneve, megjithatë Allahu gjitha ato t'i shndron të mira. Si ndodh kjo? Me pendimin e sinqert, nga se Allahu i madhërisëm dëshiron që mes robit dhe mes tij të ketë një komunikim të sinqert. Pra edhe kur ne gabojmë, Allahu dëshiron që ne të ndërtojmë raporte të sinqerta me të. Edhe kur ne pendohemi, dëshiron Allahu që ne të jemi të sinqert në kërkim falje, në ndjesi të fajit, në lotin e derdhur dhe në çdo gjë që ne e përjetojmë pas një pendimi të sinqert. Pastaj Allahu subhanahu wa taala e do aq shumë pendimin dhe kjo është për shkak se Allahu nuk dëshiron që robi me u shkatru. Allahu nëse do ta trajtonte me drejtësi, pas çdo gabimi do duhet na ndëshkonte. Por Allahu na trajton me bamirësi, nuk na trajton me drejtësi, por na trajton me bamirësi. Sa gabime bëjmë gjatë ditës dhe gjatë natës. Por Allahu na afatizon, na jep mundësi kthimi, na jep mundësi pendimi. Kjo është prej bujarisë së Allahut, është prej mëshirës absolute të tij ndaj nesh, në veçantë ndaj besimtarëve të tij, sepse ju e dini shumë mirë që Allahu prej emrave të tij të bukur e ka edhe Ar-Rahman edhe Ar-Rahim. Madje e fillon Kur'anin me të. E madje është prej dy atributeve të Allahut që përmendet dhe fillon çdo kapitull e Kur'anit përpos surës At-Tauba me Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, pra në emër të Allahut, Bismillahirrahmanirrahim, sepse Allahu dëshiron që ne para se gjithashtu ta njohim atë si të gjithë mëshirshmin që i mëshiron gjithë krijesat e tij dhe mëshirëplotin që në mënyrë të veçantë i mëshiron besimtarët e tij. Kjo tregon për marrëdhënien e mrekullueshme që Allahu e ka ndërtuar mes tij dhe mes krijesave në përgjithësi, e mes tij dhe mes besimtarëve të tij në veçantë. Allahu dëshiron që ne çdo herë të qasemi atij nga këndvështrimi i mëshirës, nga ndjenja e mëshirës, nga përjetimi i mëshirës së tij ndaj nesh. Prandaj Allahu nuk dëshiron që robi i tij me u shkatru. Përkundër gabimeve të mëdha që mund t'i bëj, ai jep hapësirë dhe mundësi me u pendu, sepse Allahu e do robin e tij, e do dha atë që mëkaton, e do dha atë që gabon, prandaj jep afat dhe mundësi me u kthy tek Zoti i tij. Allahu e don kthimin e robit të tij më shumë se sa çdo gjë që robi mund të dojë dhe mund të mendojë mirë për veten e tij. Aq sa pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam na ka treguar në hadithin madhështor ku e përshkruan raportin e bukur mes Allahut dhe mes robit që pendohet sinqerisht. Thot Allahu gëzohet me robin e tij që pendohet më shumë se sa një njeri në shkretir që e humb kafshën e tij me harxh e me pije që i ka për me mbet gjallë, për një moment i humb kafsha, i humb edhe harxhi, ushqimi pija, dhe paramendon në shkretin si mund me mbjetu njeriu. Pa ushqim e pa pije. Është e pamundur. Dhe paramendon edhe më shumë se sa me ngul me kërkon këtë kafsh, edhe me çfarë përpjekje, me çfarë përkushtimi, po nuk e gjen, e kërkon në gjitha anët, nuk e gjen, derisa i vije koha me vdek, i vije koha me dhon shpirt. Për një moment i paraqitet kafsha e humbur. Çfarë gëzimi përjeton ky rob? Vetëm ata që kanë qenë në prag të vdekjes e dinë se çfarë gëzimi përjetohet kur e sheh vdekjen me sy, po për një moment Allahu ta bën zgjidhjen dhe të shpëton. Aq sa thot pejgamberi Allahut, akhta'a min shiddatil farah. Gabon nga lumturia e madhe, nga gëzimi i madh në ato vende. Çysh gabon? Thot o Zot im, o Allahu im, ti robi im, unë jam Zoti yt. Për gëzimit madh shprehet gabimisht. E Allahu thot gëzohet më shumë me pendimin e robit tij se sa robi i tij me shpëtimin e jetës tij. Pra, a ka diçka më të rëndësishme se sa me shpëtu njeriu jetën e tij? S'ka. A ka gëzim më të madh se sa njeriu me pa shpëtimin kur vdekjen e ka pas parasyve? S'ka.
E Allahu gëzohet më shumë me neve kur pendohemi, se sa kur ne shpëtojmë nga rreziqet eventuale që e rrezikojnë jetën tonë. Kur Allahu kërkon për ne që të pendohemi, normalisht Allahu është i panevojë për këtë pendim, por Allahu dëshiron që neve të na bëjmë me dije se sa jemi ne nevojtarë për këtë pendim. Pendimi është rifreskimi i shpirtit, pendimi është ripërtrirje, pra nuk është thjesht një fjalë goje, nuk është thjesht një përjetim shpirti, është ripërtrirje totale e tërë qenies së njeriut. Po flasim për pendimin e sinqert. Prandaj njeriu ndryshon krejtësisht kur pendohet sinqerisht. Ndoshta deri dje ka qenë për njerëzve që ka bërë mëkate të mëdha, ndoshta ka qenë i dalluar në shoqëri për ato mëkate. Megjithatë kur pendohet sinqerisht është në gjendje me ndryshu komplet jetën e tij, qasjen për jetën, qasjen për Zotin, kuptimin rreth qëllimit të jetës, edhe veprimet i ndryshon krejtësisht. Subhanallah, një njeri që deri dje ka mundur të jetë vrasës, ka mundur të jetë i pamoralshëm, ka mundur të jetë hajn, vjedhës, ka mundur të jetë gënjeshtar, po ndryshon krejtësisht dhe nga një shembull i lartë negativ, po bëhet një shembull i lartë pozitiv, sikur se ka ndodhur me shumë prej sahabëve të nderuar. Sahabët nuk kanë qenë para Islamit, sikur se i njohim një pas Islamit. Ka pas prej tyre që i kanë varros vajzat për së gjalli, sepse ka qenë dukuri e përhapur në shoqërinë mekase. Ka pas prej tyre edhe që kanë bërë imoralitet, ka pas prej tyre që janë marrë edhe me hajni, gjëra që ndodhin edhe në jetën tonë të përditshme, janë dukuri që janë të njohura në çdo shoqëri njerëzore, në çdo periudhë historike. Megjithatë, kush i ndryshoi ata? I ndryshoi Islami, i ndryshoi pendimi i sinqert tek Allahu. Në momentin që e kuptuan që jeta nuk shkon kështu, në momentin që e përjetuan kthimin tek Allahu pikërisht përmes pendimit sinqert, ata ndryshuan krejtësisht. Jo vetëm që ndryshuan, por u bën modeli më i mirë për gjatë gjithë historisë njerëzimit. Prandaj neve sot na duken si të papërsëritshëm. Donë se kanë qenë njerëzor, nuk kanë qenë jashtëtoksor, por neve na duken me veprat që i kanë bërë sikur të jenë krejtësisht ndryshe prej nesh. Jo, ata kanë qenë sikur se ne. Ata kanë pasur gjak e mish sikur se ne. Por për dallim prej nesh, ata e kanë përjetu pendimin thellësisht në shpirtin e tyre. Ata keqardhën nuk e kanë pas thjesht fjalë, por e kanë pas veprim. Ata të keqen e kanë pasu me njëherë me të mirë. Ata gabimet e dikurshme i kanë kompenzu me mirësit shumëta në të ardhmen e tyre. Pra, në atë që e kanë ndërtu pas pendimit në jetën e tyre. Pastaj, diçka që du me pas parasysh është që nuk duhet me ngatru pendimin me dëshpërim. Shpesh herë kur dikush gabon ose kur dikush mëkaton, e ndjen një lloj keqardhje dhe me njerë pas keqardhjes mund të ndjej edhe dëshpërim, sikur e sheh veten si jo meritor për m'ju pranu pendimi. Kushtet e pendimit i ka caktuar Allahu, nuk i caktojmë ne. Derisa Allahu po i bën thirrje gjithë kriminalëve të botës dhe po ju thot, o robët e mi, pra po i thret me një thirrje përkthelse, nuk po i thot o kriminal, nuk po i thot o vrasës, o të pandershëm, o të pamoralshëm, o hajna, nuk po i thot kështu Allah, po thot o robët e mi, pra po i thirr në bazë të origjinës tyre që e kanë, sepse janë robët të Allahut, po i trajton me mëshirë, me përkthelje. Si është fjala me të tjerët, përderisa Allahu po i drejtohet kategorive më kriminale të njerëzimit, si është fjala me ne që i ruhemi krimeve të mëdha, si është fjala me ata që kur në jetën e tyre s'kan bërë krime të mëdha, si është fjala me ata që vazhdimisht e synojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk duhet me leju që robi me mendu për një moment që unë gabova, mëkatova dhe për mua nuk ka pranim, ose unë u largova aq tepër prej Allahut sa që më ran dëshpërim. I vetmi që dëshiron dëshpërimin është shejtani. Sepse përmes dëshpërimit të muslimanit dhe të muslimanes, shejtani arrin pastaj gradualisht me largu besimtarin nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Nga dëshpërimi momental, nëse ne nuk ndërmarrim masat me njëhershme, mund të kalojmë pastaj në largim total nga feja e Allahut. Sepse kur robi mendon që më nuk ka hapësirë pendimi për të, ose kur mendon që tashmë është ndryshe prej tjerëve, tashmë është i njollosur, nuk është i kategorisë së besimtarëve të devotshëm, nuk është i kategorisë së besimtarëve të lavdruar nga ana e Allahut, ai në mënyrë graduale lajthit nga rruga e Allahut subhanahu wa taala dhe ky është një gabim fatal për të. Allahu vet po tregon që i do robrit që pendohen, nuk po thot robrit që janë të kujdesshëm, po thot për robrit që pendohen, sepse vet ai i ka quajtur veten e tij El Munib edhe El Mujib.
El Munib është ai tek I cili kthehen krijesat kur gabojnë, El Mujib është ai I cili I pranon kërkesat dhe pendimet e sinqerta të robërve të tij kur ata gabojnë. Ky është Allahu subhanahu wa taala. Allahu dëshiron që mes nesh dhe mes tij mos ketë asnjë lloj barikade, asnjë lloj pengese, asnjë lloj barriere. Nuk lejon Allahu që na me mendu keq për të edhe në çastet më të këqija të jetës, sepse kjo përbën mendim të keq për Allahun. Dhe Allahu nuk e meriton asnjë mendim të keq. Përkundrazi, Allahu meriton mendimet më të mira. Vetë fakti që Allahu neve na jep afat, na jep mundësi, na mbulon, sikur se thot Omeri radhiyallahu anhu, po të kishin mëkatet tona aromë, njerëzit do të iknin prej neve me largësi shumë të mëdha, nuk do të kishin mundësi me qëndru pranë nesh, por ja që Allahu I ka mbulu mëkatet tona, I mbulon gjatë ditës, I mbulon gjatë natës, I mbulon edhe atëherë kur ne pendohemi jo sinqerisht, I mbulon atëherë kur ne mund të pendohemi sinqerisht, por prapë bien mëkate. Dhe kjo që ndodh, ky proces I ngritjes dhe I uljes është proces krejtësisht I natyrshëm. Është edhe proces që Allahu e njeh shumë mirë, por fundi I saj, epilogu I saj duhet të jetë pendimi I sinqert, mos humbja e shpresës tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj për gjërave të rëndësishme që kanë të bëjnë me pendimin, është se pendimi nuk është diçka që të largon prej Allahut, por përkundrazi të afron me Allahun. Madje ata që kanë përjetuar sinqerisht pendimin e kuptojnë që sa më shumë që pendohesh tek Allahu, aq më tepër afrohesh me të. Nuk ka mundësi mendohet që robi më u pendu sinqerisht për një gabim e mos mu afru me Allahun. Nuk ka mundësi mendohet që përmes pendimit sinqert më u largu nga Allahu. Është e pamundur. Prandaj edhe praktika pejgamberike e shtimit të pendimit, ndonë se ka qenë I pagabushëm, I mbrojtur nga Allahut, ka qenë pikërisht për shkak të ndjesisë që ja ka dhënë prej afërsisë që e ka ndjekur me Allahun subhanahu wa taala. Pra sa më shumë që robi e shpeshton pendimin dhe kërkimin e faljes, aq më tepër e ndjen afërsinë me Zotin e gjithësisë. Pastaj mëshira e Allahut është më e madhe se sa imagjinata jonë. Sa mund të jenë gabimet tona? A mund të jenë sa hapësira mes qiellit dhe tokës? Cila mund të jetë ajo sasia më e madhe që mund të ekzistojë? Sa komplet hapësira ekzistuese në univers? A mund të arrijnë këto lartësi mëkatet tona? Le të themi që po. Mëshira e Allahut është shumë e madhe se sa kjo. Menjëherë kur e krahasojmë me mëshirën e Allahut, e kuptojmë se sa madhështore është çështja e pendimit. Por nuk është thjesht një fjalë goje, as nuk është thjesht një përjetim zemre. Është madhështi që përjetohet nga lidhja që krijohet pikërisht nga momenti që ne pendohemi sinqerisht. Allahu është I gjithdijshëm për veprimet tona, për gabimet tona. Ai I din hollësi, I din edhe në raport me kë kemi gabuar, I din edhe vendet ku kemi shkelur gabimisht, I din edhe haramat që I kemi vepruar, I din gjithë Allahu. Dhe Allahu kërkon për ne që ne t'ja numrojmë atij, t'ja paraqesim atij gabimet tona, sepse kjo tregon sinqeritet në raport me të. Por është po I njëjti I cili I mbulon edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, atëherë kur ne pendohemi sinqerisht, sepse mëshira e Tij e mund çdo lloj mëkati. Prandaj pejgamberi alayhi sallam na ka mësuar përmes një hadithi madhështor, ku thot, edhe sikur zemrat e gjithë njerëzve, edhe gjithë e gjinëve, prej të parit deri tek I fundit prej tyre, të kishin një zemër të vetëm të ligë, zemër më të keqe që mund të ekzistojë. Kjo nuk pakson asgjë për madhështisë e Allahut. Po në anën tjetër, edhe sikur gjithë zemrat e krijesave gjindore njerëzore të grumbulloheshin, të mblidheshin në një zemër të vetme të mirë, madje në zemrën më të mirë që mund të ekzistojë, kjo as pak nuk shton madhështinë e Allahut. Veprimet tona, qofshin qelluara, qofshin gabuara, nuk ndikojnë tek Allahu, nuk kanë efekt tek Allahu, ato kanë efekt tek ne, tek jetët tona. Prandaj pendimi I pasuron veprimet tona, I asgjëson gabimet tona, I tjetërson gjendjet tona, sepse është vlera më e lartë që Allahu e vlerëson dhe mbi të cilin Allahu subhanahu wa taala robët e Tij I trajton. Pastaj çfarë ndodh me zemrën kur pendohet sinqerisht? Është një prej çështjeve që na duhet me pas parasysh. Pra pendimi nuk është thjesht diçka teorike ose një thirrje nga ana e Allahut ose thjesht një përjetim momental. Pendimi para së gjithash, pra pendimi I sinqert, mundson që zemra me dal prej errësirës mëkatit. Mundson që zemra mu shkput prej mëkatit. Edhe nëse ai mëkat ka qenë I vazhdueshëm, ka qenë I gjatë në veprim. Kur pendohet robi sinqerisht, shputet menjëherë prej atij mëkati. Dhe ky është suksesi më I madh që mund të arrijmë. Prandaj në Islam nuk vlerësohet veprimi I sevapeve sa vlerësohet braktisja e harameve.
Se realisht, ajo që neve na pengon në kryen e veprave të mira është pikërisht harami, vepra e ligë. Nëse na arrim me shkput veten pe veprave të liga, veprat e mira vijnë natyrshëm. Sepse natyrshmëria jon na çon çdo herë ka e mira. Prandaj fokusi kryesor duhet të jetë braktisja e të ligave, anashkallimi i mëkateve, edhe tjetërsimi i gjendjes tonë pikërisht përmes largimit nga haramet. Dhe Allahu subhanahu wa taala përmes pendimit sinqert që na mundson me e bë, edhe na pranon atë pastaj pas veprimit, është që fillon edhe e ndryshon gjendjen e zemrës, e shkput nga mëkatet, edhe ja ndryshon orientimin. Prandaj Allahu tregon që zemrat mëkatuese ato shtresojnë ndryshk. Kella bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Po ajo çfarë ata kanë vepruar ka bërë që zemrat e tyre të mbulohen me ndryshk, të shtresohen. Pra zemra si zemër është e pastër, por ajo pastaj shtresohet nga mëkatet e shumta që veprohen. Krijon stres. Çfarë do të më bëna? Na do të më thyj çto stres që vetes ja kemi kriju, që zemrave tona ja kemi shkaktuar. Me çka? Me pendim të sinqert. Pendimi i sinqert depërton gjitha shtresat eventuale që kanë mujt me mbulu zemrën tonë. Sepse Allahu ka garantuar për një gjë të tillë. Jo vetëm që ka garantuar Allahu për faljet mëkateve. Si thot Allahu në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim ila akhir al-aya. Pra Allahu thot, ata që pendohen sinqerisht, fillimisht u asgjëson mëkatet, u ashlyen Allahu mëkatet, u afshin mëkatet tërësisht. Pastaj bën që për shkak pendimit hyn xhenetit e Allahut, jo vetëm në një xhenet, por në shumë xhenetet e Allahut. Pastaj Allahu mundson që të mos përjetojnë prej poshtrimit që kanë me përjetu shumë prej njerëzve në ditë gjykimit. Pra ashtu siç Allahu e mbron Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam nga poshtrimi, e mbron edhe ummetin e tij apo pjesëtarët e ummetit të tij që e kanë pasuruar jetën e kësaj bote me pendim të sinqert. Dhe këtë fund tot Allahu i ndriçon me një nur të veçantë në xhenet. Edhe në pamjet e tyre, edhe në të djathët e tyre, edhe para, edhe pas vetes tyre. Pra Allahu në një farforme i mbron hermetikisht me nur në ditën e gjykimit, edhe i dallon me këtë shenjë dalluese robërit e tij të sinqert që janë pendu në jetën e kësaj bote. Pendimi pastaj ja rikthen zemrës ndjeshmërinë. Nëse deri dje dikush për shkak të veprimit vazhdueshëm të mëkateve e ka humbur ndjeshmërinë, pra nuk ka bërë përshtypje fare kur dikush ka bërë krim, nuk ka bërë përshtypje fare kur ka mëkatu. Për shembull kur ka çndëruar femra, nuk i ka bërë përshtypje. Momentin që pendohet, i kthehet ndjeshmëria dhe e kupton se çfarë krimi është me çndëruar femra. Momentin që pendohet, e kupton se çfarë krimi është me vjedh, çfarë krimi është me mashtru, çfarë krimi është me manipulu. Pse i rikthehet zemrës ndjeshmëria e dikurshme, i rikthehet natyrshmëria e dikurshme, pastërtia me të cilën Zoti e ka krijuar atë në fillim. Gjitha këto arrijnë përmes pendimit të sinqert. Prej ndryshimeve të rradha që përjeton zemra që pendohet sinqerisht, është edhe ajo se e zaventson dëshpërimin me shpresë. Nëse deri dje ka jetuar me dëshpërim për shkak se e ka humbur shpresën, ka shumë mëkate, ka shumë mashtrime, ka shumë shkelje të kufish, ka shumë përbuzje, nënçmime, dhe thot, unë nuk jam sikur se tjerë. Edhe nëse nuk e thot verbalisht, në vetvete, mëkatari i madh e ndjen që është i mangët, edhe ndjen që është ndryshe prej tjerëve, pra është më i ulët se sa tjerët. Por kur pendohet sinqerisht i kthehet shpresa. Dëshpërimin që ka mundur ta përjetoj dikur, sot nuk e përjeton fare, sepse i zaventsohet me shpresë. Fillon edhe drita, nuri i imanit i jep shpresë. Ndjesia, përjetimi i brendshëm është krejtësisht ndryshe. Edhe qasja e tij ndryshon në raport me Allahun subhanahu wa taala. Nuk e sheh më veten si të ndëshkuar, por e sheh veten si kandidat edhe pretendent për më shpëtu, për më mëshiru nga në Allah, pikërisht për shkak të pendimit sinqert që ai e përjeton. Prandaj Allahu në Kur'an, wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'fu 'ani as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Është Allahu ai i cili e pranon pendimin. Wa ya'fu 'ani as-sayyi'at, edhe i fal të këqijat. Dhe këtë fund thot, edhe di shumë mirë se çfarë veproni ju. Shikoni, Allahu e ka filluar me pranim pendim.
Nuk ka mujtë Allahu me fillu ajetin me thonë, Allahu e di se çfarë veproni, Allahu u afal gjunaat, edhe në fund me thonë Allahu e pranon pendimin. Por Allahu ka fillu me njerë prej pranimit pendimit. Shikoni çfarë çasti të bukur ka Allahu ndaj robit. Allahu fillimisht na ka hek neve çdo lloj dyshimi dhe çdo lloj mendimi që ti je pa vlerë tek Allahu. Pra përkundër gjunave, përkundër largësisë madhe që ti ke shkaktuar mes ti dhe mes Allahut. Allahu më njëherë që në fillim po të thot ai e pranon pendimin, po ta qetëson zemrën, po ta mbulon tmetën, po të jep shpresë, pastaj po thot ti fali edhe të këqijat. Jo vetë që ta pranoj pendimin, por ato të këqijat që ti ke pas të shënuara në gjysat e veprave tua, krejt ti shlijun, thjesht pendoju sinqerisht. Dhe ke në fund thot Allahu është i gjithdijshëm për ato që e vepron. Pra, edhe pse e ke shpras thesin e gjunave, mos haro se thesin e ke me vete. Mund ta mbushë shumë shpejt. Megjithatë, Allahu prap të fal. Allahu prap ta pranon pendimin nëse ti paraqet pendim të sinqert para Zotit të gjithësisë. Pendimi e ndryshon edhe marrëdhënien me të kaluarën. Shpeshherë ata që gabojnë krijojnë disa përshtypje të gabuara në raport me të kaluarën e tyre. Unë s'kam vlerë, unë kam bërë këto këqija, sepse djalli punon, a i vjen edhe të cytë, ti po dënë me shku në xhami, a ke harru që deri dje ke qenë komunist, a ke harru që deri dje ti s'kenon të keqe pa bë, ti po dënë djalli ri me anë në xhami, shiko sa tatuazhet i kenë në trup, a ke harru ti që s'kelon vajzë pa ngacmu, e ndoshta edhe pa qënderu, ti po dënë me anë në xhami e nuk kelon pasuri pa vjedh, nuk kelon shtëpinë mahall pa plaçkit. Edhe po don ti me shku në xhami, ti po don me këta, me mendu që kemi shlyt gjitha. Vallahi krejt i shlyn tek Allahu. Tjetër është me i marrë dënimet meritore në gjykat. Po flasim për raportin mes ti dhe mes Allahut. Po flasim për shpresën, po flasim për shpëtimin, sepse çdo krim i ka pasojat e veta dhe çdo krimbërës duhet mu marrë me pasojat që veti ka shkaktuar. Por sa i përket brendisë, sa i përket pendimit, sa i përket ndryshimit, dera është hapur përgjithmonë tek Allahu. Deri në momentin kur robi jep shpirt në aspektin individual e në aspektin shoqëror, deri në momentin kur bëhet kiameti, pra kur perëndon dielli nga lindja dhe ana sjellës. Pra, Allahu subhanahu wa taala tregon që e kaluara jote nuk duhet me qenë pengesë e ngritjes dhe ndërtimit të së ardhmes tënde të ndritur. Nuk bën me liu nga vetës që mëkatet e dikushme që kemi mujt me i bë, me qenë shkak pengues i mos ngritjes tonë devocionale, me met në gjendjen që jemi, duhet mi të i kalu ato, nga e kaluara marrin vetëm mësim, të tashmen e shfrytëzojmë për me ndërtu të ardhmen, sa ma shumë që e shfrytëzojmë të tashmen, do të ndryqosh të ardhmen, sa ma shumë që preokupohesh me të kalumen, me gabimet e kaluara, sa ma shumë që dëshpërohesh nga e kaluara jote, aq ma larg Allahut keme mbet. Por kur ti merr mësim pe gabimeve të kaluara, edhe shfrytëzon tashmen e garantuar, për me ndërtu të ardhmen e premtuar, ti do të afrohesh shumë me Allahun subhanahu wa taala. Madje ndoshta edhe më shumë se sa të tjerët që kanë mujt me pas dije, kanë mujt me pas vepra, por sinqeriteti yt në veprim, sinqeriteti yt në pendim bën që mja të i kalu dhe shumë njerëzve të tjerë, sikurse një historia islame shumë të këtillë. Pastaj pendimi e krijon një njeri më të përulur. Ai që pendohet vazhdimisht është i përulur, është i thjeshtë. Çdo herë rrugton drejt Allahut subhanahu taala me përulësi, sepse e din shumë mirë që Allahu i lavdron lart robërit e përulur. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. E robërit e Allahut, robërit e gjithë mëshirshmit, po thot Allahu, janë ata të cilët kur ecin në rrugëve ecin me përulësi. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. E kur ata i ngacmon ndonjë ignorant, ata thonë paqë. Ne jemi të paqes, pra nuk e cenon paqen me vetveten, nuk e cenon paqen me Allahun që e kanë ndërtu pas një procesi shumë të gjatë ndërtimit për një fjalë goje dikuj, për një provokim dikuj, për një ngacmim dikuj. Nuk ja lejon vetes me humb këtë paqe që e ka kriju, sepse ajo nuk ka çmim që mund ta paguaj, nuk ka asgjë që mundet me kompenzu. Prandaj nuk ja vlen me ranë në nivelin e tjerë. Pse? Sepse ky ka fituar përulësi për Allahut. Prandaj edhe namaz është i përulur, edhe kur jep sadaka është i përulur, edhe kur shpërndan dituri është i përulur, edhe kur ndihmon njerëz është i përulur. Çdo herë mundohet të jetë i përulur para Allahut subhanahu wa taala. Pendimi gjithashtu e ka një shenjë, madje mund të them që është shenja kryesore.
Kur zemra fillon me e dasht atë që e afron me Allahun. Me njerë pas pendimit, nëse ndjem interesim, nëse ndjem dëshirë për me u afru me Allahun sa më tepër, le ta dim që pendimin e kemi pas sinqert edhe na ka pranuar Allahu subhanahu wa taala. Pra sa herë që ne ndjejmë që dëshirojmë me u afru Allahut, po dojmë me bë punë të mira, po dojmë me shtu namazet, po dojmë me shtu agjerimin, po dojmë me shtu sadakan, po dojmë me bë mirë, marrë sa kemi mundësi, po dojmë me bë dhikr, me lexu Kur'an. Këto janë për shenjave që tregojnë që kjo zemër është penduar sinqerisht. Nga se Allahu nuk ja mundson një zemre të pa sinqert me ju afru atij. Duhet me largu atë ndyrësirën e brendshme për me ju afru Allahut. Nga se mes nesh dhe mes Allahut nëse ka ndyrësirë, atëre ka pengesë. Nuk mund t'i afrohemi Allahut. Njëjtë siç nuk mund të hyjmë në xhenet me zemër të ndotur. Ashtu nuk mund t'i afrohemi Allahut me zemër të tillë. Por kur ne pendohemi sinqerisht dhe me njëherë ndjejmë dëshirë dhe gatishmëri për me u afru Allahut, madje ngulmojmë gjë të tillë, ngulmojmë që me u afru Allahut subhanahu wa taala, me çfarë do që na jepet mundësia, me ndonjë namaz apo ndonjë vepër tjetër, kjo tregon që ti je penduar tek Allahu sinqerisht. Dhe kjo tregon se Allahu subhanahu wa taala do shumë, sepse Allahu ka treguar që i do ata që pendohen shumë. Dhe për fund, ekzistojnë disa pengesa që e vonojnë pendimin, mos pendimin. Pra çka ndodh, pse njerëzit ngurojnë me u pendu, ose pse e shtyjnë pendimin, pse afatizojnë pendimin. A ka shkaqe që e mundsojnë një gjë të tillë, apo a ka shkaqe që e pamundsojnë pendimin? Ka. E para për tyre është padyshim mashtrimi që djalli i mallkuar e bën përmes sytjeve të tij, duke i thënë robit hajt se ke kohë. Pra mashtrimi me afatizim të vedetes. Kur ti i thu vetes, hajt se jam i ri, kam kohë për më u pendu, kam edhe disa plane për me realizu, i kam edhe disa organizime që du me i bë, me organizu. Gjitha këto janë mashtrime. Nëse nuk kalim pendim me një hershëm, ne vetëm se do të thellohemi edhe më tepër në humnerën e vetë mashtrimit. Por në momentin që e kuptojmë që pendimi nuk duhet mu afatizu, nuk duhet mu vënu. Pse nuk duhet mu vënu? Sepse nuk kemi garancë sa jetojmë. I kish pas hije me vënu pendimin, ose kish pas arsye kur dikush e din sa ka me jetu. Ama derisa se dim sa kemi me jetu, nuk na ka hije me vënu pendimin, sepse s'kemi garancë. O ma tedri nefsun, ma dha teksibu gada. Asë një shpirt nuk e di se çfarë mund t'i ndodh nesër, çka ka me vepru nesër. O ma tedri nefsun, bi eji ardhin të mut. Dhe nuk e di asë një shpirt se në cilën ditë, apo në cilën tokë ka me vdek. Kush e di? Asë kush nuk e di. Nuk e kanë ditë pejgamberët e Allahut, e si të ta dim ne. Pra është e pamundur një gjë e tillë. Prandaj duhet me insistu që vlerën dhe kulturën e pendimit me e shpeshtu sa më shpejt, edhe sa më shpesh, edhe me pasrua atë me sinqeritet. Pastaj, pe pengesave të radhës, është gjithashtu edhe zvoglimi i mëkatit. Kur ne i zvoglojmë apo i minimizojmë mëkatet në sytë tanë, hajtë se s'ka gajle me pi një duhan, hajtë se s'ka gajle me shku me një diskotek një herë, s'ka gajle me dalë me shoqni të keqe, hajtë se s'ka gajle nëse se fal një namaz, ka gajle. Për çdo mëkat ka gajle, madje edhe për mëkatet më të vogla ka gajle. Iyakum wa muhaqqarati dhunub. A ka thënë profeti alayhis salam, keni kujdes nga gjunahat e nënvlerësuara. Kur ne themi hajtë se është gjuna i vogël, nga një kasht, digjet një shtallë, e nga një shtallë një mahall. Ku e dim ne që ai mëkat nuk mundet mu zmadhu? Mundet mu zmadhu. Siç ka thënë profeti i Zotit alayhis salam, është një sikur sa ata burra që mlidhen për me ndez një zjarr, për me pjek bukën, edhe çdo kush vjen edhe afron nga një shkop. Hajtë se pak është, një shkop është. Hajtë se vesh një shkop është, derisa bëhet zjarri i madh dhe djeg bukën. Këtë ka një shkop e kanë bërë, çështu është puna e gjunave. Hajtë se një gjuna i vogël. Po çka kur ato po shpeshtohen, se nuk po është pyetje vesh një duhan diku. Po këtu një duhan, aty një përgojim, aty një mashtrim, këtu një gënjeshtër, këtu një shikim harami, këtu një dëgjim harami. Pastaj ato po bëhen shumë. E kur bëhen shumë pastaj, kush të garanton ty që nuk ti mujnë të mirat që i ke? Ose kush të garanton ty që ke të mira, aq sa mundet mizani të peshorja vepra tua me i mujt këqijat? Askush nuk ka garancë. Prandaj duhet me njëherë me u pendu, edhe çdo ditë me praktiku pendimin tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj për pengesave tjera është se kur dikush mendon që është larg për mu kthy tek Allahu, kur dikush mendon që mes tij dhe mes Allahut ka kriju hapësirë të largët edhe ka qaq shumë gjunahe, ky është mashtrim pe djallit mallkum.
Dëshpërimi është mashtrimi më i madh që mundet me e fut djalli i mallkum në zemrat tona. Sa herë që ne mendojmë që mes nes dhe mes Allahut ka largësi, e kemi gabim. Përkundrazi Allah thot, unë jam më afër se sa damari i qafës tuaj. Më afër se sa arteria e zemrës është Allahu. Thjesht ai kërkon një përshpëritje të sinqertë, qoftë edhe me zemër, nëse jo me gjuhë. Një pendim të sinqert do ta shihni se sa afër jush është Allahu subhanahu wa taala. Pastaj zakoni, shprehia. Thjesht ju ka bosh shprehi dikuj me gabu ose me kry një mëkat caktum. Nuk e ka pej qefit, nuk e ka pej dëshirës, po i ka mbet huj, e ka huj. Është gabim i madh, është një prej pengesave që e privon robin nga pendimi i sinqert. Prandaj çdo zakon të keq, çdo zakon të lig, duhet më mundu me largu pe jetës tonë. Pe pengesave të radhës është edhe dëshira për perfekcionizëm, ose ai sindromi që vujnë shumë njerëz, jo se s'unë maj fen. Pse? Nuk jam perfekt për me maj fen. Mendojnë që për me maj fen du të me qenë perfekt. S'ka njeri perfekt. Edhe s'ka perfekcionizëm, edhe s'ka mundësi me pas perfekcionizëm, e mbi gjitha Allah nuk kërkon perfekcionizëm nga ana jonë. Si ka mundësi Allah me kërku përsosje nga ana jonë, kur nuk na ka kriju të përsosur. Si ka mundësi Allah me kërku për nesh perfekcionizëm, kur nuk na ka kriju të perfekt. S'ka njeri që s'është gabimtar, s'ka njeri të përsosur. Vetëm Muhammed Mustafaja, alayhi salatu wassalam, ka qenë i përsosur në kuptimin njerëzor, sepse ka qenë pejgamberi Allahut, madje vule pejgamberisë i mbrojtur nga Zoti i gjithësisë. Por ne nuk mund të jemi perfekt. Një prej mashtrimeve të djallit është që të bën ty me mendu se derisa ti nuk mundesh me qenë perfekt për fen, mos e maj fen. Jo, s'ka të bëj kjo me këtë punë. Edhe nëse je gjunaqari më i madh. Pra, po i them disa trive dhe treja për shembull sot. Edhe nëse je për atyre që në moral nuk je mirë, je i pamoralshëm, bën zina, imoralitet, kjo nuk do të thonë mos me fal namazin. Edhe nëse dikush nuk është për atyre që është i vëmendshëm në dorë, pra ka dorë, ndoshta vjedh pak si kamarier, ose si nënpunësme në një kompani, kjo nuk do të thonë që ti s'dush mu fal, sepse gabimet janë diçka tjetër, përgjegjësitë janë diçka tjetër. Mëkatet janë përgjegjësinë vetvete, obligimet janë përgjegjësinë vetvete. Allahu ka me të pyet edhe për veprat që së dashme i vepru e i ke vepru, edhe për veprat që o dashme i vepru e si ke vepru. Për të dyja këto të pyet Allahu. E djalli çka bën? Djalli vjen edhe i thot, një djalë i tri apo një vajzë e tre, i thot, ti nuk bën më fal. Ti nuk bën më mbulu. Ti nuk bën më agjeru, pse? Se ti ki këtë gjuna. Dhe derisa ti e bën këtë gjuna, si do me i dalë ti Allahut përpara? Ti je munafik, vjen edhe e bën me undi hipokrit. Kjo s'ka të bëjë me hipokrizi, vetë fakti që ti ndihesh keq në veprimin atij mëkati, vetë fakti që ti ke dëshirë me u kthy Allahut, vetë fakti që ti herë do kur dëshiron me qenë për adhuruesve të sinqertë Allahut, kjo tregon që ty ka mirësi, kjo tregon që ty ka shpresë, kjo tregon që Allahu po don. Prandaj edhe nëse smunesh me braktis me një herë gjunahun, mos e braktis sevapin, mos e braktis namazin. Fali 5 vaktet. Zinaçar në kofsh, fali 5 vaktet. Hajnë në kofsh, fali 5 vaktet. Mashtrues në kofsh, fali 5 vaktet. Pse? Se vjen dita që ky namaz ty ka me t'i përmirësu krejt tjerat. Me lejen e Allahut, Allahu ka garantu. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala dhikrullahi akbar. Pa dyshim thot Allah, s'ka dyshim këtë çështje. Namazi largon nga el fahsha, nga immoraliteti, wal munkar. Shpreha el munkar e përfshin çdo lloj ligësie. Pra Allah po thot, s'ka lloj immoraliteti dhe s'ka lloj ligësie që namazi s'ta largon. Mirë pa Allah s'ka përmend kohë. S'ka thonë që kjo ndodh për 1 vjet, as për 2 vite. E ka lënë të hapur Allah. Dika mundet namazi me ndryshu në moment. Dika namazi mundet ndryshu pas 1 viti. Dika pas 10 vitesh. E dika mbas edhe pas 30 vitesh. Me rëndësi është që me i dalë Allahut përpara, me obligimet kryera, me namaz të falur. E pastaj për gjunahet, nëse kemi qenë sinqert namaz, vallahi edhe Allah ka më në falë gjunahet. Se Allah ka garantu. Nëse pendohemi sinqerisht, Allahu i falë gjunahet. Normalisht kjo nuk është thirrje për me vazhdu me mëkatu, përkundrazi, besimtari i sinqert duhet mu largu prej mëkateve, por kjo është thirrje për me kuptuar natyrshmërinë edhe për një njeriu, edhe për një besimtari, siç edhe Allahu subhanahu wa taala na mëson. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.